Kur në ndajmë vetëm pak orë nga nata e ndërrimit të viteve dhe thuajse të gjitha familjet janë bërë gati për të festuar, kanë filluar të shfaqen problemet e para shëndetësore. Ekspertët e shëndetit shpjegojnë se në këto ditë festash njerëzit janë më të prirur të abuzojnë si me ushqimin, por edhe me pijet alkolike, pa kuptuar pasojat serioze për shëndetin. Luksi i urgjencës është mbushur me raste të ndryshme, me edema pulmonare, me raste të cilat janë enterovirozat, nga virozat e ndryshme, po edhe nga teprimi i ushqimeve. Në këtë fund vit kemi raste me diarre, të vjella. I themi të gjithë popullatës të kenë kujdes me teprimin e alkoolit. Pse? Sepse kthehet festat nga raste feste në kthehet në trauma. Darka festive konsiston në një menu të pasur me ushqime nga tradicionalet deri tek ato që konsiderohen fatësjellse dhe tek të gjithë është dëshira për t'i ngrënë të gjitha. Megjithatë nuk duhet mungoj kujdesi, sidomos nga personat me sëmundje kronike. Nëse flasim për sëmundje kardiovaskulare, për hipertension, duhet të kenë shumë kujdes me kripën, me lëkurën e xhelit të tetit, me ëmbëlsirën, sa më pak ato ëmbëlsirat tona tradicionale me sherbet, në mos, jo 2-3 në pjatë një hershi, në sasi shumë të vogla. Tjetër për personat që kanë kolesterolin e lartë, të shtojnë pak fibrat këtë ditë. Farat e ndryshme, perimet, jeshillishet, i shtojnë pak sepse do t'i ndihmojnë për përsisjen dhe për të mos rritur kolesterolin me një herë. Personat me veshka në mënyrë të veçantë, edhe pse është vit i ri me pjesën e kripës, duhet patjetër të jenë të kujdesshëm. Veç kujdesit me konsumimin e ushqimeve, bluzat e bardha theksojnë kujdesin që duhet treguar me përdorimin e objekteve piroteknike si kapsollat apo fishekzjarret, të cilat mund të shkaktojnë dëmtime serioze në shëndet, duke marrë shembuj të rasteve nga vitet e kaluara.